Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sërish veto në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke bllokuar një rezolutë që kërkonte armëpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm në Gaza. 14 anëtarë të tjerë të Këshillit votuan në favor të rezolutës, e cila përshkruante situatën humanitare në Gaza si katastrofike dhe kërkonte që Izraeli të hiqte të gjitha pengesat ndaj ndihmës humanitare për 2.1 milion palestinezë të rrethuar në territor. SBA kundërshtoi me arsyetimin se mungonin disa pika thelbësore, lidhja direkte e armëpushimit me lirimin e pengjeve, dënimin e sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023 dhe kërkesa për çarmatosin e grupit militant. Ambasadori amerikan në detyrë, Dorothy Shea, deklaroi se miratimi i rezolutës do të dëmtonte sigurinë e Izraelit dhe do të trimëronte Hamasin. Ambasador të shumë të vendeve reaguan ashpër ndaj vetos amerikane, duke akuzuar Washingtonin se po mbron Izraelin pa kushte. Ambasadori i Kinës tha se veprimet e Izraelit kanë kaluar çdo vit të kuqe dhe po shkelin rënd të drejtën ndërkombëtare humanitare, por për shkak të mbrojtjes nga një vend i vetëm, këto shkelje nuk janë ndaluar dhe nuk janë vënë përpara përgjegjësisë, deklaroi Futsong. Ambasadoria britanike, që zakonisht mban qendrim pro SBA-ve, kritikoi qartazi Izraelin, duke i cilësuar sulme dhe kufizime ndaj ndihmave si të pajustifikueshme dhe kundërproduktive. Bota po sheh çdo ditë pamje tronditëse të palestinezëve që vriten ndërsa përpiqen të ushqehen. Duhet lejuar menjëherë një fluks masiv ndihmash, që nga 7 tetori 2023 mbi 54.000 palestinezë janë vrarë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shumica gra dhe fëmijë. Nga ana tjetër, sulmi fillestar i Hamasit në Izrael shkaktoi rreth 1200 të vrarë dhe 251 pengjë, nga të cilët 58 mbeten ende të rrëmbyer.